Mirëmëngjes nga tregu i Rgovës, pak shi ka ra sot. S'kan qenë moti këtu. Tash që morëm do pamjen nga Rgova. Që limoni? Me Shaib Tahirin është i Mareksit, prej Mareksit, unë jëmë dhomër i Mareksit. Trema Gollakut, prej Gollakut në Rgovë Tasit. Nisë trimi për Gërbet. Kini qiftelia, Sharkia, me qmim volitëshom, i gjanit e Shaibit. Dhe ta shojmë avninja i ka ble pëmë të. Dhe ble disa tanë. Dhe potët e i volkotë. Nuk kanë të Shka dhe në gjesë? I mund ma këshim. Unë do qëmë, një të i pjeshka të. Që në pas këshim pas, baroj tima luksinjet pëma. Do do të bje kjo të punë. Folema, dhe në gjithon. 3 euro, 5 euro. 9 euro, shka të tush, ty në të përë. Tek me pëma nuk të shtonë. Lidhi! Dhe stati funqarë. Hajde, pjele në kusë që të ka rojë. Shka mure në Shmedin? Lethia, Lethi, Dut, Fiq, Moll japoneze. Paske me knaqa borin. Dorda. O, borin paske me knaqa. Pem, prendjerës. Koha e mbjellet edhe qevve, aba gjik gjani që kjo është vendore, shini sa i bukur. 3 euro, 3 euro, 3 euro ki Hollandës. E këtu është Bylmeti, zhuja nga logja, miqë të familjes Hoti, kushërit të këshin Hotit, Batës Daut, baba i dëshmorit Ismet Hoti. Këta e shesin Bylmetin çdo pazari, gjena djathë, delve, atë lovve, gjitha. Tona. E tash jem të Recep Mamusha njën për punëtor. Pasuli jo dhajteri, jo që këtu e gjeni lirë. Plus me oferte, kini ofertën që shë ki basaresh? Një është ki ofertën kimi morë të Recep baba Mamusha. Respekt që. Që 3 euro plus ofertën. Që edhe hudra antibiotiki me 3 euro gjysë në Rgove gjani. Që murat e Mamusha mjalt, kjo është mjalt i pishës, që është i mirë për mushëri, plus mi dha do hudra dhorotë. Trekt Rgovës i gjini. Këtë me vështina? Mamusha që vendor bio, rabagjikin që kanë produ vetë. Fandet, sukses i sholla veç në barë. Hajde dhe na zgjidheni për punë, për fshat. Përvoj. Përvoj donat. I këzof pranoj e ri. Që ja firmën që ka njerë. Që tash në ardha kushia i liri, ja mi ka hek kontrandoj. Sa? Ja i ka hek, i ka hek. Ja i hek, që speciali ka. Veç i këzof pranoj. Humanitarë. Hajde qimi. Kusha? Me të mira kalov. Ka pjesa ku e në baktip kushitët edhe misri. Shtu 16 dhe 20 euro. Shitet. Bas, përshëndetje. Respekt për plisin. Këta që mi orë të asloni prej qiklati. Qini misër, qini grut. Sa po shko thej se aslon? Ka vendor. 25 kg në nero. 25 kg në nero. Vendor, të mirë, klasit to. E grunin? Gruni kje vendor, 7 euro. 25 kg. 7 euro 25 kg. 14 euro i vjetë azizis. Qeti zotit. E Amen. që është? Jo balbor. Balbor, a? Sa përshë? 10 euro. A dhe milin e pas, da? Milin i betoni në nero. Ku është kjo? Milin e prestu. Au, kajt mirë. Mirë, se qojtë shumë. Ani asfalt. Ko dhe Lorinit, kam silusit. Respekt. Bëjtë në barë. Fajmë dhe respekt, fajmë dhe u shumë. Rode.
Jo, për nga ku me qenë? Ku me qenë? Që takshimu se me qenë? I marrë do. Që shon, vjen të kilo. Tash jemi të Haxhia, Haxhi Thoçi. Haxhia është bavi dëshmorit e projit të QK-s. Shqipki Thoçi, silli nesër me 28 mars në ora 19, ka rënë pas me djalin e Hoxhës, me Dorapën e Plagosat i Hamsë Rëziu e Gjeli Thoçi. Nesër kemi me shkue për vjetor. Haxhia, ko, a më dire, sa të bajtja gjithë? 100. Ka sa peshet? Bon më tërë. A kina i tronë? Ko, sa të tush. Ta që ti kora? Batia me trakti. Ata që ta me numeri telefonit? Tjetë si të tjenë, të me dollë me ashtë, të sot gjine me fotografu. Ose disa përtojnë Edhe disa me cutënë, të pas vjenë të fabrika me të që ka mundësi përtojnë moshë. që pa ikin të... Ja, për punë, për Marok, nuk ka njëri që e përit. Që tash në ardha dhe avnia, Pyte Zoti, i mas pore, jo djori Haxhia miti. Babën e ka pas dukat. Po edhe këta vllaznit janë kërit. Ky nuk din minutja s'bura, s'shia, s'ka më nërnja. 400 copadhani ka pas, edhe i njëllë ka 10 e këtja kalamuq, që ka shiko 100 copadhan, edhe u konë po, këti shnajtës pa qef, pos nuk dërzohet. I ko 50.000 kg kalamuq mi shit veç nërve, e që kjo është pontuar. Se thoi ke bërë gjyshi jam, konë pontuar matë ke bira, me falenderu Allahin, shnajtën ta ka dhonë, duar, që e gjak të duar, që i natë ke është mësë mirë. Që ka marru pak bërbet, pak një që konë, asë bërbet, asë konë me dhenë. Ka bo pi luftës një 30 milion euro pasoni. Ky mund me folë, për punë. Se qunë sa bëna për kofën gjatë ditës, për jetë për ka fiqë, 5 minuta vynë kofën me pi. Punë! bravo, luta. Gjermona, të shmo bo. Tash kem dalë ka pjesa baktive që lop të shpijes, lop shumë shtore që kemi majtë për para, 2200 që lop që kanë hecë. Zakonisht i shini edhe në kopë. Gala. Edhe vaksinune, gala. Tash me i ka krushja 3,5 kilogram prej Malishevas. Që burimi a dhe këtu i ardha? Këtu vije për ne Hajden krushi kemi pastru atje ende, kemi punë. Ju përshëndes nga Rogova ikom. Marok kemi me bë gushëm shqiptarët. Si tash e gushëm dije që... Ardha! Këtu tregi ma bëhet. Kjo është lundra, kjo është përzu del vitin 1985, kjo është ndërtuar re. E në 2025 është rindërtu. Tash është bot tip top. Si në Konstancë, në Zvicrës. Panoram për del. Nalu mëra tokat shumë. Mirë mëngjes. A davni inshallah i gëzon pëmë të zinjene. Tash në rritëm krushe. Pastrimi vazhdon krushe. Qësë shumë i blo këto. Këtë rastin kemi rregullu në djatë. Djatë, se vjetë e barë dhe kemi shëllësu. E tash jemi në krushe, tash po dhe me pastru qëtë pjesën që nga kam betë. Edhe do ta bëjmë paster, që veç është bo, dje. E kem lo, këtu është kompleksi memorial në krushe, e keni pa dje e kam pastru për vjetorin. Gjithë qka ka
rreth Kosovës, ngjarjeve për dëshmore, për ambiente, për asi. Zakonisht i postoj për mërgjimtar, jo sot, po me vite e vite e vite. Ka kjo pjesë e Ravesit të mjojnë gjithë. Disa vende tjera i kanë keq përdor, kanë postu gjithë shka në internet, i kanë shajt. S'po dojnë me dalë una si sa në sqes, që dje e që në bush tot. Vimi pastrojmë edhe këto. Ja, kështu duket kompleksi pas përvjetorit. Ka ra po kshi, lullet janë rana për tokë disa, i rregullojmë edhe këto. Në Krushe më gjeni, kur të vini me vizitu edhe muzeun e masakrës, tu kem artefaktet të luftës dhe ju të regoj historinë për këtë fshat. Po ju dërgoja të shtëpia muzeu Kshinhotit, edhe atje kam dhe fotografi e gjana të Kshinhotit. Edhe puna duke vazhdu këtu. Kjo pjesa tash veç po pastrohet, ferret po heken, shkoj e marrë traktorin, i ngarkojmë, vazhdojmë pjesë tjera të fshatit. A ma mirë thera a lula? Lula, sigurisht. Lula. E sa bukur. Edhe flamujt i kom vendos ma heret. Nasir, përshëndetje! O, respekt Nasir, Nasir i ka met veta dhe ky. Vllahun e vrar, djemt i kanë emigru. Hajde barbes, ty të prit që 2 orë. Cim. Puna vorë në atë Krushe. O, marë poq. A, ki qitë të rëzike të Krushe. Ja, bashkë kemi qita dhe ti ki kontribua, ki kontribua. Sa të më kalon po? Hajde ta marrë maqinën tash, se na duhet që këmejna me silt. Ka u lodha, qysh ka lodha, qysh ish babush lëzona. Një ka shpunë në saj. Kjo pjesa u pastru për Baramit, falë me desonit, djale dëshmorit Alim Hoti, edhe këtynve kushërinve tjerë. Nuk pjo di jam në tynve djemve, që pas kënë hurë prapë me dërina. Dhe sa të mësohen fëmija me prunë kontinjera ma shumë. Kosova meriton dukot ma pastër, ma bukur. Që hapet tu e takova. A me bicikleti i ka në rëkova? Që pëm ka ble, prit e bërim bre. E kuna ka qenë që kjo ide kofën me qitu? Pa, që sa bukur e. Qfar loj bleve bërim? Qërshi, dardh, moll edhe kujsi. plomë bërborim, që sa bukur. Po, ta që ja pa i shrojnë qështë. Edhe udra. Koha bukur që pullet, rushi, mislimive që pas ka lavruë. Qëtu ko mangër pjeshka janë të mira shumë, inshallah i runë zoti. Shka janë të mira, atë pjeshkat vjetra, dëneshtet, autoktone.